Shqipëria është një vend me të ardhura mesatare, po ndorse ky vend e përballoi relativisht mirë krizën globale ekonomike, rritja ekonomike gjatë viteve të fundit ka qenë e ulët dhe pritet vazhdojë me ritëm të ulët edhe për këtë vit. Shqipëria nga ana tjetër ka një rrjet të gjerë ndihma sociale për shtresat në nevojë, i cili nuk ka mbetur pa u ndikuar nga kjo gjendje ekonomike. Për të diskutuar më në hollësi, po lidhemi tani drejt për drejt nga New Yorku me zëvendës ministren e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, zonjën Bardylka Kospiri. Zonja Kospiri, mirë se erdhët në programin tonë. Faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi të jem këtu me ju. Zonja Kospiri, fillimisht sa është numri personave që përfitojnë ndihma sociale në Shqipëri? E kam fjalën këtu për gjitha kategoritë e njerëzve që kanë nevojë për ndihmë sociale. Atëherë, në qoftë se do i drejtohemi grupeve nevojë që Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë tashmë i ka në fokus të punës së saj, ata janë familjet që kanë nevojë për ndihmë ekonomike dhe njëkohësisht edhe personat me aftësi të kufizuara. Numri i familjeve me nevojë për ndihmë ekonomike dhe që janë përfitues është rreth 100.000, ndërkohë që persona me aftësi të kufizuar janë rreth 160.000 që janë përfitues nga skemat për aftësinë e kufizuar. Unë do të thoja që tashmë Ministria është në proces reformash, që do të thotë që reforma për sa i përket ndihmës ekonomike, ose mi do të thoja më gjë reforma për modernizimin e sistemit të mbrojtjes sociale, që i përfshin të dyja pjesët, edhe pagesat për ndihmën ekonomike dhe pagesat për personat me aftësi të kufizuara. Ky proces është në reformim, që do të thotë që ndihma ekonomike tashmë do të shkojë tek personat që vërtet, familjet që vërtet kanë nevojë. Sa lidhur me personat me aftësi të kufizuar. Në fakt, zonja Kospiri, ka pasur kritika në shpërndarjen e ndihmave ekonomike. Jeni kritikuar se ka patur abuzime, madje për të ulur këto abuzime, ministria juaj ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të kompjuterizuar ndihmën në 3 qytete, në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Por sa të përhapura janë abuzimet në nivel kombëtar, sa shqetësues është ky fenomen për ju? Fakti flet që në këto 3 zona pilot do të filloj shumë shpejt modernizimi i sistemit ndihmës ekonomike, që do të thotë që tashmë do të regjistrohen në mënyrë elektronike të gjithë ata që mendojnë se duhet përfitojnë nga ndihma ekonomike, por selektimi i tyre do të bëhet tashmë në bazë të informacionit që është i regjistruar dhe që disponohet nga rritet e tjera të regjistrimit. Kështu që familjet që do të përfitojnë do të jenë vërtet ato familje që kanë nevojë për ndihmë ekonomike. Unë do të thoja që situata kur qeveria filloi punën në shtator nuk ishte pozitive edhe në aspektin e punës së Ministrisë së Mirëqenies Sociale, madje aty ishte një nga ato vështirësitë më të mëdha sepse u gjendëm para situatës që nuk ishte fonde për të mbështetur me pagesa as familjet në ndihmë ekonomike, as personat me aftësi të kufizuar, që nga muaji shtator, njësi të tëra vendore kishin disa muaj pa paguar dhe vazhdoi kjo situatë deri në dhjetor. Megjithatë, duke mirë menaxhuar fondin që ne gjetëm, që ishte një fond fare minimal, por njëkohësisht edhe duke përfituar nga një veprim i menjëhershëm i qeverisë, arritëm që të bëjmë pagesat më të domosdoshme, bazë për personat me aftësi të kufizuar dhe një pjesë të ndihmës ekonomike. Pas muajit, me fillimin e buxhetit të ri, të gjitha këto borxhe tashmë janë futur në proces të likuidimit të plot dhe së shpejti janë të mbyllura. Po, zonja Kospiri, megjithatë paralelisht me këtë, ne filluam auditim në zonat ku ishte situata më e dukshme me, le të them, element abuziv, dhe tashmë mbas auditimeve që ka bërë Shërbimi Social Shtetëror në ekipet e tij, ka një ulje të numrit të përfituesve nga skemat e ndihmës ekonomike për efekt abuzimi, ndërkohë edhe si pagesat aftësi të kufizuar përsëri janë audituar nga drejtoritë e Shërbimit Social Rajonal dhe ata që kanë që me dokumenta jo të plota, janë quar për rikomisionim në komisionin e vlerësimit e pror, dhe një pjesë për tyre kanë dalë nga skema. Po, doja të pyesja për fëmijët e rrugës, janë një dukurisht shqetësuese në Shqipëri, është bërë e ditur se ju po punoni me Ministrinë e Brendshme për një ndërhyrje të qëndrueshme për këtë problem. Çfarë plani po hartohet në këtë drejtim?
Është pyetje shumë e vënd dhe unë do të them me kënaqësi që është në vëmendjen e ministrisë tonë me një bashkëpunim shumë i ngushtë me Ministrinë e Brendshme, por njëkohësisht edhe me pushtetin vendor, është duke u hartuar një plan veprimi. Së shpejti ai do të jetë, është sfidë me thënë vërtetën, sepse nuk është e lehtë. Megjithatë ne guxojmë të ecim në këtë rrugë sepse është problem shumë i ndjeshëm, ashtu si gjithë situata e fëmijëve në vështirësi, por këta janë fëmijë që duan një vëmendje edhe më të veçantë. Po, Shqipëria ka aktualisht 27 institucione publike të përkujdesit shoqëror, si shtëpi fëmijësh, shtëpi të moshuarish e tjera si këto. Ndërkohë kërkesat për mbrojtje sociale sa vinë edhe shtohen. Kapacitetet janë ndërkohë të pakta. Cilat janë projektet tuaja për të mbështetur jetimët dhe të moshuarit? Tashmë thash ka reformë edhe përsa i përket reforma në shërbimin sociale, është dy drejtime, edhe në kuadër të mbrojtjes sociale, si kjo që ju sapo bët prezente, por edhe në kuadër të përfshirjes sociale. Në të dyja drejtime do të punohet në mënyrë intensive, sepse edhe pse kërkesat rriten, ne gjithmonë do të synojmë që shërbimet rezidenciale të vinë duke u hapur dhe të shkojnë drejt shërbimeve komunitare për ata që kanë nevojë, por njëkohësisht edhe me grupimet në nevojë dhe grupimet që tashmë janë të tilla që mund të përfshihen dhe që të përfitojnë nga shërbime sociale që mund t'i bëjnë ato të integrohen në shoqëri nëpërmjet punësimit apo formimit profesional, siç janë grupimet e grave të dënuara apo grupimet e personave me aftësi kufizuar që munden, do të punohet në disa drejtime, jo thjesht vetëm me ofrim shërbimesh, por shërbimet duhet të jenë integruese. Po, doja të jepja mundësinë të na thoni për aktivitetin tuaj në New York, zonja Kospiri. Faleminderit, ne jemi këtu një delegacion i shqiptar lidhur për të marrë pjesë në sesionin e 58 të OKB-s për statusin e gruas dhe tematika për këtë vit është ka të bëjë me sfidat dhe arritjet në zbatimin e objektivave të mijëvjeçarit për gratë dhe vajzat. Dhe nëpërmjet na dha mundësia që në seancën plenare të këtij sesioni të mund paraqistim mesazhet e qeverisë shqiptare që ka të bëjnë me angazhimin e qeverisë për të avancuar më tej me masa konkrete agjendën e barazisë gjinore në Shqipëri. Dhe kjo padyshim duke u nisur nga ajo që të drejtat e grave janë pjesë integrale të drejtave të njeriut dhe drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Një mesazh tjetër kishte të bënte me rritjen e rolit të gruas në vendimarrje dhe në jetën publike, dhe tashmë është arritje ajo që në qeverinë shqiptare janë 6 ministre dhe njëkohësisht janë 27 deputete në parlament, por ne synojmë dhe kemi shumë në vëmendje që në zgjedhjet e ardhshme vendore numri i grave në vendimarrje të jetë shumë i madh. Zonja Kospiri, na duhet të ndahemi këtu. Ju falenderoj për intervistën. Unë do të doja të shoj edhe një mesazh të fundit që ka të bëjë me ato që barazia mes burrave dhe grave është progres për gjithë dhe thelbësore për një shoqëri të vërtet demokratike. Ju faleminderit. Faleminderit.